Rikthesi I shtuar I automjeteve në Shkodër, si pasojë e rikthimit të shumë bashkëqytetarëve nga emigracioni dhe rritjes së numrit të vizitorëve e turistëve gjatë sezonit veror, ka sjellë nevojën për një menaxhim më të koordinuar të qarkullimit në qytet. Policia bashkiake dhe policia e shtetit kanë vendosur në zbatim një plan të përbashkët masash, me qëllim lehtësimin e trafikut në akset dhe segmentet më të ngarkuara. Periudha verës përkon me kthimin e emigrantëve në vendin e tyre. Kjo sjell një rëndim të trafikut në qytetin tonë. Policia bashkiake në bashkëpunim me policinë e shtetit kanë krijuar një plan të përbashkët masash për të bërë të mundur lehtësimin e lëvizjes së automjeteve në qytetin tonë. Kërkojmë nga qytetarët bashkëpunimin e tyre me policinë e shtetit dhe me policinë bashkiake, si dhe përdëruesve të rrugës, që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Strukturat përgjegjëse janë të angazhuara në terren, duke monitoruar situatën dhe duke ndërhyrë për të garantuar një qarkullim sa më të rregullt dhe të sigurt për qytetarët, drejtuesit e mjeteve dhe vizitorët. Autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të automjeteve për mirëkuptim, respektimin e sinjalistikës dhe udhëzimeve të punonjësve të policisë, si dhe bashkëpunim, në mënyrë që ky sezon me fluks të lartë të përballohet sa më mirë nga të gjithë.